Një shembull tjetër i mrekullueshëm është Isai i biri Merjemes alayhis salatu wassalam, ndaj të cilit shpifet shpifja më e madhe, duke i atribuar atij se ai e ka hyjnizuar veten dhe nënën e tij dhe se i ka urdhëruar pasuesit e tij t'i adhurojnë ata të dy. Ai e mohon këtë akuzë ndaj vetes me një stil të mbushur me edukat ndaj Zotit të tij subhanahu wa taala dhe me butësi ndaj atyre që shpifen ndaj tij. Megjithatë, ai zhvishet nga interesat personale dhe nuk kërkon hakmarrje ndaj atyre që ofenduan dhe shpifen ndaj tij, por shpreson nga Zoti i tij faljen për ta. Ky është morali i thirrësit të vërtetë, qoftë ai nxënës i dijes, hoxh, shkrimtar, mësues apo mësuese, apo ai që e ndalon dhe lufton të keqen. Ai e di se do të përballet me fjalët e njerëzve dhe e përgatit veten për këtë. Ai kundërshton shpifjet me butësi, duke ndikuar si tek ai që e mbështet, ashtu edhe tek ai që e kundërshton. Zemra e tij është e pastër nga urrejtja ndaj të tjerëve dhe ngrihet mbi interesat personale të kësaj bote. Allahu i madhruar thot për Isain alayhis salatu wassalam për ditën e gjykimit, thot Allahu: Kujto kur Allahu do të thot në ditën e gjykimit: O Isa, biri Merjemes, ati u the njerëzve adhuromni mua dhe nënën time krahas Allahut. Isai do të thot: I lartësuar je ti, mua nuk më takon të them diçka për të cilën nuk kam as pak të drejtë. Po ta kisha thënë ndonjëherë, ti do ta dije. Ti e di çfarë ka në shpirtin tim, po unë nuk e di çfarë ka në shpirtin tënd. Ti je i gjithdijshëm për të fshehtat. Pastaj Isa alayhis salam e pastron veten dhe e tregon realitetin e veprimtarisë së tij, edhe duke u arsyetuar. Thot: Unë nuk u kam thënë asgjë tjetër përveç asaj që më ke urdhëruar. Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kam qenë dëshmitar për sa kohë që kam jetuar midis tyre, dhe sikurse më morë mua, vetëm ti ishe mbikëqyrës i tyre. Ti je dëshmitar për çdo gjë. Shikoni si thirrja e pejgamberëve është vetëm për ta madhruar Allahun dhe për ta shtuar nderimin dhe respektin ndaj tij, duke e veçuar atë me adhurim. Por rruga e pejgamberëve gjithashtu ka qenë edhe mëshirë dhe butësi ndaj njerëzve, duke ju friksuar Allahut dhe duke e madhruar atë. Prandaj në vazhdim Isa alayhis salam thot: Nëse ti i dënon ata, robërit e tu janë, e nëse i fal ata, me të vërtetë vetëm ti je i plotfuqishmi dhe i urti.